Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Presidenti e Komisionit Evropian kërkon nga Unioni të përgatitet për luftra moderne hibride. Europe must be responsible for its own security. This is not longer an option, this is a must. We have to develop and deploy new capabilities so that we can fight a modern hybrid war. Here again, we are moving mountains. Europa duhet të marrë përgjegjësinë për sigurinë e saj, kjo nuk është më një mundësi, është detyrim. Duhet të zhvillojmë dhe të vendosim aftësi të reja për të luftuar një luftë hibride moderne. Dhe këtu ne po lëvizim male, tha Ursula von der Leyen. Presidenti sqaroi se gjatë 10 viteve të fundit janë investuar 8 miliardë euro në fondin e mbrojtjes dhe këtë vit do të aktivizojnë 800 miliardë euro investime deri në vitin 2030. Presidenca e Bashkimit Evropian dhe Këshilli i Bashkimit Evropian për çështjet e përgjithshme vlerësoi pozitivisht ecurinë e Shqipërisë në përmbushjen e procesit të integrimit. Kërkohet zbatimi i vazhdueshëm i reformës zgjedhore, ndërsa theksohet nevoja për ruajtjen e pavarësisë dhe integritetit të strukturave në sistemin e drejtësisë. Këshilli vlerësoi punën e prokurorisë së posaçme në luftën kundër korrupsionit, ndërsa inkurajon institucionin drejt rekordeve të reja dhe forcimit të kapaciteteve. Raporti bën thirrje për hartimin e një reforme zgjedhore adresuar zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare të mbajtura më 11 maj. Këshilli i BE-s nënvizon se zgjedhjet e 11 majit ishin konkurruese, por me mangësi që kanë nevojë për adresim. Maqedonia e Veriut vijon të bëjë thirrje për integrim në blok të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Nga Brukseli, ministri i Punëve të Jashtme Mucunski deklaroi se të gjithë ne nga Ballkani Perëndimor duhet të jemi së bashku në BE. Kjo nuk duhet domosdoshmërisht të ndodhë në të njëjtën kohë. Asnjë shtet i rajonit nuk duhet të izolohet nga antarësimi plot në BE. Dhe nga ne varet të punojmë mbi bazën e standardeve, mbi bazën e kritereve dhe të shohim drejt së ardhmes, theksoi mes të tjera kryediplomati i Republikës Maqedonisë së Veriut. Bashkimi Evropian konfirmoi angazhimin e tij strategjik ndër rajonit në vitin 2025. Maqedonia e Veriut është vendi i parë që përfiton nga plani i rritjes me 52 milionë euro për reforma që do të lehtësojnë integrimin e vendit në tregun e vetëm evropian. Nënshkruhet marrëveshja, mundsojnë fluturime direkte Shqipëri-Kanada. Lajmin e bëri të ditur ministri i transportit i Kanadas, Stephen McKinnon. Duke mundsuar për herë të parë fluturime direkte midis dy vendeve tona, kjo marrëveshje krijon mundësi të reja për linjat ajrore, forcon lidhjet midis njerëzve dhe rrit më tej lidhjen globale të Kanadas, tha ministri i transportit Stephen McKinnon. Kjo marrëveshje hap rrugën për disa kompani ajrore për të operuar deri në 14 fluturime pasagjerësh në javë dhe 10 fluturime mallrash në javë për secilin vend. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Gjykata Supreme në Kosovë rezolv vendimin e Këshillit Prokurorial për shkarkimin e Besim Kelmendit nga detyra ushtruese e detyrës së kryeprokurorit. Gjykata e vlerësoi të kundërligjshëm shkarkimin e tij. Në njoftim për media, gjykata tha se e ktheu lëndën e Këshillit për rishurtim. Kelmendi u shkarkua muajin e kaluar pas raportimeve se ai kishte bashkëpunuar në vitin 1999 me një gjyqtare serbe për rastin e masakrës së Reçakut. Pretendimet të mohuan nga ish kryeprokurori. Mbarvajtja e procesit zgjedhor në Kosovë dhe roli i Gjykatës Supreme në këtë proces ishte në thelb të takimit ndërmjet kryetarit të Gjykatës Supreme, Feyzullah Rexhepi dhe ambasadorit të Britanisë së Madhe, Jonathan Hargreaves. Kryetari Rexhepi shpreu bindjen se dhe në zgjedhjet e parakohshme kombëtare të 28 dhjetorit do të ketë një proces të drejtë dhe demokratik, për të cilin po kontribuon Gjykata Supreme përmes vendosjes së drejtë dhe trajtimit në kohë të ankesave. Ambasadori britanis, duke vlerësuar rolin e Gjykatës Supreme në këtë proces, e falenderoi kryetarin për punën dhe ritheksoi mbështetjen e Britanisë së Madhe për Gjykatën Supreme dhe të gjithë sistemin gjyqësor në Kosovë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.